Sa I sigurt është veriu Kosovës aktualisht dhe a ka sinjale nga ana tjetër që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të tërhiqen nga baza e Bond-Stillit? E para, situata e sigurisë në Kosovë përkatësisht në 4 komunat me shumicë serbe në veriun e Mitrovicës është e qetë, por është e brisht, dhe kjo për shkak të faktit se akoma lista sërbske dhe Beogradit zyrtar ka ndikimin e fuqishëm atje, dhe këtë dëshmoj me zgjedhjet e fundit ku lista sërbske e mbështetur direkt nga Vučić doli fituese me vota maksimale në këtë zonë. Ajo që dua të theksoj në rastin konkret sa I përket angazhimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës për sigurinë në Kosovë, këta janë qarta, ka realisht një riorganizim Shtetit Bashkuar të Amerikës në 16 bazat e saj që ka në Evropë dhe siç duket ka një riorganizim apo një dislokim të ri, për shembull një bazë amerikane në Gjermani vendosur në drejtim të Kosovës në Bond-Stil, ku do të jetë një bazë e cila aktualisht është baza e NATO-s, do të kalojë në një bazë është SHBA-ve e ushtrisë amerikane, derisa ishte një bazë e brigadës shumë komshe lindje në kuadër të KFOR-it. E dyta, kemi një dislokim të forcave të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe NATO-s nga baza Avianos në Itali, në bazën aktuale e cila po zgjerohet në Kuçov të Shqipërisë. Kemi 2 baza të tjera të cilat janë vendosur në Poloni, një bazë në Bullgari dhe një bazë e cila po ndërtohet së fundmi edhe në Rumani. Kjo riorganizimi i forcave amerikane nënkupton një ripërgatitje për rreziqet që realisht I kanosin vetë vendeve europiane dhe siç duket vija e sigurisë është zhvendosur nga Gjermania dhe Italia në sa më afër kufirit me Rusinë. Çfarë do të thotë marrëveshja e nënshkruar në fushën e sigurisë mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë dhe nga ana tjetër Serbia nuk e ka pritur mirë këtë marrëveshje dhe ka reaguar në formën e saj duke u viktimizuar. Çfarë parashikon konkretisht kjo marrëveshje dhe sa I siguri u jep këtyre 3 vendeve? Nënshkrimi një deklarate 3 vendeve, 3 shteteve për një marrëveshje që do të vijë në të ardhmen sa I përket bashkëpunimit në fushën ushtarake, e posaçërisht në çështjet që kanë të bëjnë me trajnime profesionale, ngritjen e kapaciteteve profesionale, sidomos në burimin njerëzore, organizimi I përbashkët I prodhimit të armëve dhe municioneve, sidomos pas vendimit Bashkimit Evropian për të investuar diku prej 800 miliardë deri në trilion euro në çështjet që kanë të bëjnë me industrinë ushtarake, posaçërisht në municione dhe armatime. Nënkupton që kjo aleancë faktikisht është riorganizuar, është një iniciativë e inteligjencës amerikane që ka gjetur zbatim në këto 3 shtete, në këtë rastin konkret 2 shtete anëtare të NATO, Shqipëria dhe Kroacia dhe së fundmi dhe Kosova. Besoj që interesi është shumë I madh, këto aleanca janë vetë siguria. Kemi pas realisht një reagim të Serbisë të pritur sepse kjo aleancë duket dhe do të zgjerohet. Së shpejti ndoshta do të kemi një bashkim të kësaj aleance të Bullgarisë dhe për një afat jo të shpejtë edhe të molit të zi. Ndoshta në Maqedoni do të kemi një situatë ndryshe sepse kjo qeveri aktuale duket që ka një marrëdhënie të mirë me pjesën ruse, por që rrezikon që së shpejti Maqedonia e Veriut të shkojë në zgjedhje, ndoshta në shtator të këtij viti apo në tetor të këtij viti bashkë me zgjedhjet lokale do të kemi edhe zgjedhje parlamentare dhe ndoshta një qeveri e re do të jetë pjesë e këtij angazhimi për një aleancë përbashkët. Morë nga fakti se aleancat shteteve të cilat nuk kanë për qëllim cënimin e sovranitetit vendeve tjera, janë aleanca që e krijojnë bashkëpunime apo koordinime apo mund të themi organizimit përbashkët në aspektin qoftë ngritje të kapaciteteve apo edhe në çështjet që kanë të bëjnë me veprime konkrete ushtarake, janë në dobi të sigurisë dhe jo kundërta siç pretendon Serbia. Të kalojmë pak në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka plasur një skandal sa I përket çështjeve të sigurisë, ku mesazhe të caktuara mbi sulmet në Yemen që do të kryeshin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj grupit Houthi kanë rënë në duart e gazetarëve. Ndërkohë, përfaqësues të lartë të administratës së Trump theksojnë se e urren që të ndihmojnë Europën në një rast konflikti, duke treguar hapur distancën që kanë kundrejt Europës. Çfarë do thotë kjo për vetë sigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kur çështje të tilla do duhet të diskutoheshin në tryeza ku mblidhen ushtarakët dhe gjeneralet dhe jo në grupe të caktuara aplikacionesh? Me ardhen e administratës së re, Trump është qartë se ka një
një vrull personave të cilët kanë qenë jashtë institucioneve shtrore të SHBA-s për të u angazhuar edhe për te mundësive dhe kapaciteteve që ato kanë, dhe në këtë presion dëshirave për të pasur sa më shumë informacione, ndikim apo edhe shtrirje në aspektin horizontal, kemi edhe kësi veprime, gabime, të cilat janë realisht të shqetësuese sa i përket sigurisë, sepse të kalohet në një aplikacion siç është Signal, biseda të cilat janë në mes të përfaqësuesve të lartë shtetëror të SHBA-ve, po sidomos për informacione të ndjeshme siç është çështja e sulmeve në Yemen, vërtet janë shqetësuese dhe se kjo është një tregues që ka një çrregullim përgjithësi në vendet të cilat kanë angazhuar aktivitete nga parti të cilat vërtet kanë një fokus ndryshe krahasuar me protokollet standarde të shteteve me një përvojë të jashtëzakonshme. Unë besoj që do të vendosen para përgjegjësisë ata të cilët në këtë rast gabuan dhe se SHBA-ja do ta marrë këtë rast si një mundësi për të parë se në cilat fusha, në cilat aspekte ajo çalon, dhe urojmë dhe besojmë që të rregullohen të gjitha problemet dhe kështu të kemi një siguri të armën të komunikimit të përfaqësuesve të shtetit më të fuqishëm në botë, që do të thotë të sigurisë globale dhe performancës globale të sigurisë. Çfarë po ndodh mes Rusisë dhe Ukrainës, ku nga njëra anë kanë nisur negociatat dhe nga ana tjetër luftimet ende nuk kanë pushuar? Këto janë normale në fakt në kohën kur paralajmërohen zhvillime rreth afërsisë për të marrë një vendim që i përket paqes, që është negociata apo edhe përfundimi i luftës. Ushtrit e caktuar, vendet e caktuara mundohen që të ripozicionohen edhe krahas gjendjes faktike të sfidave që ato kanë kaluar në vendin ku janë duke luftuar. Në rastin konkret, Rusia po tenton që në tavolinën e bisedimit të jetë sa më e fuqishme, duke treguar se vazhdon të jetë rrezik dhe se Ukraina ka shumë nevojë në këtë rast të pranoj marrëveshjen për paqen, derisa Ukraina pretendon që të tregojë se është e gatshme për vazhduar luftën dhe se marrëveshjen për paqe e bën për hir të mos vazhdimit të humbjes së jetës së ushtarëve apo shtetarëve të saj. Thjesht janë angazhime për të ripozicionuar në këtë përpjekje të jashtëzakonshme për të qenë sa më të fuqishme në tavolina, dhe ne jemi të vetëdijshëm që paqja është shumë afër, po shfrytëzojnë këtë status quo dhe realisht performanca e këtyre ditëve apo këtyre muajve derisa të nënshkruhet marrëveshja e paqes do të jetë dobishme dhe e rëndësishme në marrëveshjet që do të arrijë në Riyadh, që po mbështeten nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë parashikon plani me 30 hapa i Bashkimit Evropian, i cili u ka bërë thirrje qytetarëve që të sigurojnë ushqime për 7 ditë e 2 orë në rast konfliktesh apo agresionesh të mundshme, dhe kryesisht duke u referuar agresionit që mund të vijë nga Rusia? Këto veprime për njerëzit që merren me çështjet e sigurisë janë veprime normale. Paraprakisht Bashkimi Evropian mori një vendim që nga taksat e qytetarëve të Bashkimit Evropian të ndajë 800 miliardë deri në 3 triliard euro, dhe ti thot qytetarit vetë se ne kemi bërë një investim kaq të madh në fushën e sigurisë derisa nuk kemi një rrezik potencial, nuk ka logjik, dhe padyshim që kjo është një përpjekje për të bindur qytetarët e Bashkimit Evropian që investimet që do të ndodhin tani në fushën e sigurisë janë investime që do të garantojnë siguri dhe paqe, dhe krahas këtij investimi apo këtij dyshimi për të investuar përgatiten qytetarët që të jenë të gatshëm në rast të ndonjë shpërthimi të një lufte. Ne nuk kemi parë deri më tani ndonjë dëshmi apo ndonjë provë që tregon se vërtet do të jetë në rrezik Bashkimi Evropian nga agresioni rus, por gjithmonë, siç e thash edhe më parë, në tavolinën e bisedimeve që do të zhvillohen në Riyadh mund të kalkulohen edhe potenciali i Rusisë për të destabilizuar Bashkimin Evropian, për të rrezikuar vendet e tjera, dhe në këtë kuadër gjithmonë vendet me një përvojë të fuqishme morën mosat e tyre, dhe është normal apo e pritur një reagim i tillë i Bashkimit Evropian, duke sugjeruar apo duke njoftuar qytetarët për veprime konkrete në gjendje lufte.